vitet 50-60, kur industria e naftës në Shqipëri ishte industria më e rëndësishme, një grup inxhinierësh menduan që të shkëputeshin nga vendi ku tradicionalisht kërkohej dhe shpohej për naftë dhe të shkonin në perëndim të fushës së Myzeqes dhe pikërisht në kodrat e Ardenicës. Një pus u shpua rreth 400-500 metra në vijë ajrore nga manastiri i Ardenicës për naftë dhe gaz, nga puset më të diskutuara dhe më të vështira për të arritur për të realizuar në atë kohë. Dhe pikërisht ky pus rezultoi një pus jo i dobishëm për industrinë e naftës, por nga banorët e zonës ai u përdor për tjetër gjë. Siç ju thash, vetëm 400 metra në vijë ajrore nga manastiri i Ardenicës, ky pus u shndrua befas në një vend të shenjtë. Po flasim për vitet 50-60, kur feja në Shqipëri ishte ndaluar, absolutisht askush nuk mund të shkonte në manastirin e Ardenicës, megjithatë njerëzit gjithmonë kanë pasur dëshirën të besonin te diçka më e madhe se vetë e tyre, më e lartë se vetë e tyre, dhe pikërisht i veshën këtij pusi thjesht nafte, atribute thuajse fetare. Pra ky pus u shndrua në një vend të mirë ku njerëz nga e gjithë Myzeqeja vinin mbushin ujë për të shuruar nga sëmundje të ndryshme, kryesisht sëmundje të mushkërive dhe sëmundje të lëkurës. Ky ishte një pus i thjesht nafte, vetëm 400 metra larg manastirit të Ardenicës, por me atribute çuditëbërse, fetare, gati mrekulli. Sot kemi ardhur për të parë në vend se çfarë po ndodh me të dhe për të folur me një pjesë të banorëve të zonës nëse ky pus ende e ruan atë peshën mistike të viteve 50-60. Që i vun re vetit kuruese të ujit, ishin vetë naftëtarët, kur pantu përthashin e tushëroheshin gërvishtjet e duarve dhe gjithë lëkura pas larjes disa herë me ujin e pusit të ri. Naftëtarët shkonin në shtëpi dhe rrëfenin për çuditë e këtij uji, dhe kurioziteti dhe mosbesimi, halli dhe zgjidhja, sëmundja dhe shpresa ngritën mira njerëz që ngjiteshin këtu në kodrat e bukura të Ardenicës. Ato vite e pusi që është përshpor në kohën e, se ta them, para viteve 60 është shpura e pusit me. E ka shpur ata rusët, austriakët, nuk di, dhe nxirrte ujë të kripur, me ujë me jod dhe me gru, dhe në mbas dhe vitet e 70 ka filluar me të ardhur njerëzit që bënin zinë ranë për të kuruar, dhe me flitësh që kurohesh njerëzit nga lëkurët, nga sëmundjet e ndryshme të lëkurës. Kjo ishte një besotni fetare apo besonin? Jo besonin, po edhe mjekësia në atë kohë që kishte një farë kështu që shërohesh me një plak, po. Tani kur ishte në atë kohë feja u prish, në ato vitet 67, nuk kam qenë i vogël, po. Flitet që feja e mbylli, feja pushtetin në atë kohë që e mbylli. Po njerëzit, pse i ndaloi pushtetit të vinin pranë këtij pusi që të merrin ujë? I ndaloi për arsye se ti jam regjimi i atëshëm, jo. Që vini që mbani radhë nga qytetet, nga rrethet e tjera, vinin mbani radhë. Ka ndonjë histori të dikujt që është shëruar apo që e mban mend? Po, në histori tani mbajë më që kështu që vinin ata rrethet e tjera që jepte efektin e dur ai ujit. Nga rrethet e tjera vinin, edhe këtu kolonjë ka pasur që nga ato të lëkurës me që shëroheshin. Kishte bërë një kontratë me Rusin për shpur për naftë, dhe kishte ftuar disa puse këtu të ne. Dhe një pjesë në Durrës naftë, një pjesë në Durrës. Dhe si pasojë e këtia, i doli aty që bllokuan këta, aty nxori ujë të kripur me skjufur. Edhe këta e lanë. Mas një kohë një fshatar, vajti që vonda nga ekzema, në atë kohë dhe u la. U la dhe gjeti derman, dhe i e përgjësoj këte. Thot që ati e gjen derman nga sëmundje lëkurës. Edhe fillon, njerëzit gjithë, vinin nga gjithë vendet e Shqipërisë, laheshin atje dhe ikin. Pastaj kur fillojnë që po e pinin, ndërhyri shteti e ndaloj dhe bllokoi.
radhë, treni i linjës Tiranë-Fier thuajse boshatisej në stacionin e Libofshës. Njerëz me autobuza këtu dhe ngjitshin këtu, venjin aty, lashin dhe mishin dhe ujë për në shtëpi. E mbajnë aty ujë. Pastaj si përfundim, siç tha im shoqë, venjin po e pinjin atë ujë, e morën vesh ashtu dhe vajtën e bllokon ujë, vinjin po nuk gjenjin me se bllokon. Edhe ne vetë, si familje venjim lashim aty. Qindra njerëz ngjiteshin në kodër duke krijuar një varg të pashkëputur deri sipër te pusi. Të tjerë vinin nga kolonja duke ecur në këmbë e në të përpjet. Për të sëmurët e pafuqishëm ose për ta vazhduar mjekimin në shtëpi, ngarkoheshin shishe e bidona të mbushura me ujë dhe merreshin me vete. Në atë kohë vinin njerëz për të kuruar nga rrethet e ndryshme, nga Durrësi, nga Kavaja, nga Fieri, nga Lusha gjithë dhe vishin ujë për të kuruar për plagë të ndryshme, kishim. Dhe ishte që për aq kosa ishte bante gjëra të mira, për shërimin e plagëve. Në gjithë Shqipëria, me fjalë vinte vargu qatë nga Xhadia, përmes malit dhe drejt e atij, rresht. Kësaj pusi Ardenicës u bë i njohur dhe vend pelegrinazhi, por për fat të keq nuk i shpëtoi dot dritjeve të kohës. Skeptikët dhe komunistët ateist nxorën teorinë se turmat e të sëmurëve mlidheshin te ai pus, jo nga efekti shërues i ujit, por nga iluzioni i shenjtërisë së manastirit të Shënmërisë, duke e shëndëruar pelegrinazhin nga halli e sëmundja në një gjest antiregjim. Megjithatë, dikush pa më tej tymnajës së propagandës dhe vendosi të merrej shkencërisht me këtë ngjarje. Thonë që një mjek i zonës e vëzhgoi me syrin dhe përkushtimin e hulumtuesit atë çka ndodhte me njerëzit që dyndeshin atje. Ai studioi patologjitë ndryshme nga të cilët ata vuanin dhe grumbulloi dëshmitë e tyre. Shumë dëshmonin për plagë të shëruara dhe tregonin blanat e tyre në trup e gjymtyr, si dhe për pushimin e dhimbjeve pasi kishin pirë disa herë radhazi nga ky ujë. Në fakt do ishte mirë të ishte funksional për lëkurë. Po tani ma merr mendje se derisa atje gjenin pjesa më e madhe e njerëzve gjetën ndërman, po të kishte vendosur shteti të bënte një gabim në gjë atje dhe t'i kuronte njerëzit. Pas kësaj, mjeku ju fut punës për të vërtetuar shkencërisht se çfarë fshihte përmbajtja, përbërja dhe cilat ishin vetitë e këtij uji, si dhe cilat ishin sëmundjet që mund të shëronte, të jashtme apo të brendshme. Por dyshimi se turma e të sëmurëve mblidheshin te ai pus jo nga efekti shërues i ujit, por nga iluzioni i shenjtërisë së manastirit të Shënmërisë, i vuri autoritetet e asaj kohe përpara një dileme. Të studionin pusin nëse ai në të vërtet kishte vlera shëruese, apo ta mbyllin atë dhe të pengonin ardhjen e njerëzve aty. Ata filluan të kërkonin një zgjidhje dhe kuptohet që zgjidhja u gjet në përputhje me frymën dhe metodat e asaj kohe. Tani për momentin nuk është funksionar se është bllokuar, e kanë bllokuar dhe nëse kush e përkupon nuk e di. Ai shpur ka vite që shpur, ka domethënë jo se tani afër për mua, ai shpur mos them rreth viteve, domethënë 50 ose 60 tani. Një repart ushtarak ishte fare pranë pusit. Me leje e pa leje, me shkak e pa shkak, ushtarët dilin nga reparti dhe laheshin e baltoseshin në ujin e ngrohtë të pusit. Largimi pa leje i ushtarëve nga reparti u përdor si justifikim dhe urdhri të mbyllet pusi u dha me arsyetimin se ajo ishte një zonë ushtarake dhe pusi po çorientonte ushtarët dhe po na nxirrte repartin nga gatishmëria. U gjend edhe një shtyllë telefoni nga ato të vjetrat prej druri në diametrin e pusit, si dhe disa ushtarë të fortë dhe të zellshëm, sigurisht edhe të moralshëm e parimor, të cilët e futën brenda grykës së pusit duke e rrahur me vare. Ky është pra pusi i famshëm mistik i Ardenicës, por në fakt është një strukturë totalisht e zakonshme. Çfarë duket në pamje të parë është koka e një pusi nafte, tashmë të dekomisionuar, i cili rrjedh ujë të pakët me
erë hidrokarburesh dhe këto struktura monolite betoni, të cilat nuk shoh që të kenë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Megjithatë, ajo që më bëri përshtypje këtu është pikërisht kjo enë, është një shishe plastike e modifikuar, e pam këtu pranë pusit, me sa duket njerëzit ende vazhdojnë të besojnë, kjo duket një enë e cila është e mbushur me ujë dhe përdoret për të nxjerrë ujë në mënyrë, nuk e di, nuk është e mbushur mjaftueshëm për ta nxjerrë ujin. Megjithatë, e vetmja mrekullia apo gjë mistike që shikoj këtu është qetësia e këtij pylli jashtëzakonshëm me pisha dhe hapësira, ajri i pastër dhe mundësia e pamjes fantastike në krahun tim të djathtë duke qyteti i Fierit, i cili sot është i mbuluar nga mjergulla. Pra, asgjë mistike te pusi mistik, përveç se pamjes dhe qetësisë së pyllit me pisha.